Gena është një nga këngëtarët më të dashur të muzikës popullore shqiptare. Me një karrierë të gjatë dhe me një timbër të veçantë zëri, ai ka arritur të mbetet në zemrat e publikut si simbol i gëzimit dhe traditës shqiptare. Pika e fortë e Genës është performanca live, një cilësi që publiku e vlerëson pafund. Zëri i tij nuk ka nevojë për efekte apo playback, dhe kjo e bën atë një nga më të kërkuarit në dasma shqiptare. Edhe pse të gjithë e njohin me emrin Gena, emri i tij vërtet është Brigen, por për thjeshtësi dhe lehtësinë e sken, ai ka mbajtur emrin Gena. Në tregun muzikor, thuhet se ai është një nga këngëtarët më të paguar në Shqipëri, por vetë Gena tregon se sot gjërat nuk janë si më përpara. Para 10 vitesh, parat që i hidheshin çiftit zakonisht i merrte orkestra, dhe sot kjo gjë nuk ndodh më. Tani kemi një pagesë fikse, këngëtari dhe orkestra i ndajnë ato ndershmërisht. Si rrallëherë, Gena ka ndarë një histori të veçantë, e cila e ka lënë të shokuar. Ai tha: "Ishim në një dasëm, nuk u hodhën lek, por u hodhën vetëm euro, dhe jo pak, plot 15.000 euro. Unë dhe orkestra dolëm shumë të kënaqur. Të nesërmen, së bashku me një mik nga stafi, mora parat dhe shkova në bank për t'i thyer. Punonjëse e bankës më shikonte me dyshim dhe unë ndjeva në siklet për atë moment. Pa bërë asnjë nga procedurat, ajo njoftoi drejtorin. Ai më thot më pas: "Të gjitha eurot i ke false." Gena e përshkrua momentin si një nga më të vështirët e jetës së tij. "Unë ndjeva shumë keq, i kërkova faljeve punonjëseve dhe dola i turpëruar nga banka. Ishin kopje perfekte të eurove, aq perfekte sa vetëm pajisja e bankës arriti t'i dallonte." Gena e tregoi me sportivitet, por gjithsesi, ky episod i hidhur mbetet një kujtim që nuk fshihet lehtë. Morali i kësaj: kënga mund të jetë e ëmbël, por parat gjithmonë kontrolloi 2 herë para se t'i marrësh.